Ligji për çmimet e barnave që për qëllim ka kursimin e qytetarëve, vetëm këtë rol nuk po e ka. Ka kohë që disa medikamente janë në mungesë, por edhe po u gjetën, pacientëve tani është rënduar edhe barra financiare. E me këtë hall të dyfisht, po përballen edhe pacientët e diagnostifikuar me kancer, që detyrohen të paguajnë barna në vlerë deri €1000. Herceptina në qashti nuk ka qenë, edhe një tjetër nuk jam e sigurt për gjeta ndokët. Dhe që është ana financiare të na kushtojnë shumë. Do me thonë se nuk është veç ti çdo 3 javë kime marra terapi, duke i ditur kushtet sot që janë, edhe me një ndim që afro €100 mujore ajo nuk del as rrugë për me shkudim për Prishtinë, po flasim për gjëra tjera. Situata nuk është më ndryshe edhe për pacientë të tjerë. Ngritjet të çmimeve kanë pasur edhe produktet bazike, të cilat në vendet e rajonit i sigurojnë më lirë. Ky Rivoxabani, i cili është një produkt që ndikon për hollim gjakut. Në këtë rast ka qenë me një kosto prej €9, ka kalu domethënë varësisht për dozës 15 apo 20 mg, që u rrit afërsisht për 4 deri në €5, domethënë për çmimet që ka pasur në furnizim. Mungesë tash një muaj, ka edhe të tretësirave fiziologjike në ACL, por edhe glukozës, dy produktet më bazike e më të kërkuarat. Pas disa javësh insistime, një përgjigje televizioni ka arritur ta marrë edhe nga shoqata e distributorëve farmaceutik, e cila thotë se furnizimin e barnave po e bëjnë nga stoqet. Por mungesa buron nga paknaqësitë e distributorëve. Për furnizime të vazhdueshme dhe produkte të ngjashme, sigurisht që secili distributor do të sheh edhe raportin cost-benefit për secilin produkt. Domethënë, si që thashë edhe më herët, nuk ka mundësi që një distributor farmaceutik të operoj me produkte farmaceutike të cilat nuk gjenerojnë një marrë shpëtimi. E rezervuar në përgjigje është treguar Ministria e Shëndetësisë, e cila thotë se ligji ka ndikuar në uljet e çmimeve dhe se mungesat janë normale. Mund të ketë mungesa momentale, ashtu siç ndodh edhe në shtetet e tjera të rajonit apo të Bashkimit Evropian. Megjithatë, operatorët serioz ndërkombëtar i njohin dhe respektojnë praktikat e deklarimit të çmimit në të gjitha shtetet ku operojnë. Ligji për përcaktimin e çmimeve është në përputhje me këto praktika dhe për këtë arsye konsiderohet dhe pranohet si një proces i natyrshëm dhe i nevojshëm nga ta. Të pyetur rreth mos furnizimet nga kompanitë farmaceutike dhe mundësisë për ndërprerje, nga MSH kanë deklaruar se nuk posedojnë informata të tilla dhe se çdo rast do trajtohet sipas ligjit.